Të nderuar xhamatli, unë dalëm sot me disa prej haditheve të Muhamedit ton sallallahu alaihi wasallam, në të cilat pejgamberi jon alaihi salatu wassalam e zbërthai edhe më qartë atë e cila është e zbritur në Kur'an, për çështjes e cila është thelbësore dhe qendrore në jetën e besimtarit, dhe ajo është mbështetja në Zotin. Ne si musliman në asnjë çast tonin nuk guxojmë zhvishemi nga mbështetja në Allahun te bareke ve teala. Në çdo vepër të madhe dhe të vogël ne i mbështetemi Allahut te bareke ve teala. Ai na mundson me punoni vepër, ai e ban kabull, pastaj ai na mundson tjetrën, ai na mundson mi thon Allahut faleminderit, dhe ai është i cili e pranon faleminderin ton. Pra e tërë mirësia është e Zotit xhelel xhelaluhu. Andaj besimtari e din se si insan është i dobët, dhe dobësia e njeriu shfaqet her pas here. Njeriu çdo herë në jetën e tij do t'i shfaqen skena për ta vërtetuar se këtu mos më kanë kujdesi Allahu, ti kishte mbaruar. Një smuje e vogël e prapton njeriu, e likshton njeriu e kështu me radhë. Andaj Kur'ani thekson në mënyrë të qartë, të prerë, se muslimani duhet mbështetet Allahu xhelel xhelalu. Thot Zoti on te bareke ve teala në Kur'an, "Fatawakkal 'alal hayy alladhi la yamut." Mbështetu ti o Muhammed alayhi salatu wassalam, dhe këtë ata që kanë besuar tyje tek i gjalli i cili nuk vdes. Mbështetu tek ai i cili ka krijuar krijesat dhe jo tek krijesat. Ndërsa në këta krijohet tollovia e madhe, në mes mbështetjes së zemrës në Allahun dhe marrja me ata që ka kriju Zoti unë te bareke ve teala prej sebepeve. Andaj prizmi kuranor, njoftimi kuranor është që zemra ti mbështetet Allahut, e trupi të lëvizë. Trupi të lëvizë. Andaj shiko Muhamedit sallallahu alaihi wasallam në çdo lëvizje të tij, kur dilte prej shtëpisë, çka thonte? Bismillah tawakkaltu ala Allah. Me emrin e Allahut dola prej shtëpisë dhe u mbështeta në Allahun xhelel xhelalu, dhe bënte dua Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, pa ai dilte, lëvizte. Çdo punë që e bante thonte bismillah tawakkaltu ala Allah. Mirë, pa ai punonte. Ai e merrte sebepin. Andaj dietarët nga grumbulli i ajeteve dhe nga grumbulli i haditheve të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam konkluduan këto konkluza. E para, kjo është shumë e rëndësishme. Tevekuli, mu mbështet në Allahun, nuk on dorë, nuk on kam, nuk on trup, on zemër. Dhe me këta dietarë kanë thënë nuk tollovitet më kur hiç. Çdo ajet që e nin se do të më mbështetë Allahun, mos e kthe te trupi, ktheje te zemra. Pra zemra 24 orë pa pushu mbështetet në Allahun, ndërsa trupi 24 orë s'mundet me punua. Apo trupi s'mundet. Andaj Allahu xhelel xhelalu neve na ka kërku 24 orë mi besu Allahut në iman, ama ti fal 2 recate tash xhumas edhe deri në ikindi je i lirë. Pi në ikindi deri në akşam 3 orë je i lirë, pastaj pe një aci deri në sabah je i lirë. Pra trupi s'mundet me punu 24 orë. Dhe Allahu manë men këtë ligj kuranor. Allahu gjithmonë kur i bën shariatet në Kur'an, i bën në përputhje, në harmoni me ligjin e kosmosit. Nuk mundet Allahu xhelal me thonë ti çurri, ti falu këtu 24 orë dhe s'mojnë komt. Andaj arabët dikur kur i zbriti Kur'ani than, pse s'ka zbrit melek? Pse s'ka zbrit melaçe pejgamber, po ka ardhur Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Çka tha Allahu xhelal xhelaluhu? Me pas në tokë melaçe, na zbresna melaçe. Ama në tokë s'ka melaçe, andaj kena zbrit pejgamber njëri që më mujti me ndjek ata, që kur ta shifsh Muhamedi sa tu flet edhe ti fle, ai martohet edhe ti martohesh, apo ai han dhe ti han, ai agjeron dhe ti agjeron, ai fal dhe ti falesh. Pra këtë gërshetim e ban Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, dërsa melaçe në qiell veç adhuron. E ti smunesh me bëj. Sigur na ta kishmi pas pejgamber obligativ me ndjek melaçen, ai nuk thot prit ulnat habuk, ai falet. Tha Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, s'ka një plan qiell në qiell, një plan vendi, vetëm se ta është një melek në sejdë, në ruku, lutjet Zotit xhelel xhelalu në qiyam. E ti s'ne ban këta. Andaj e çoj pejgamber njëri që do më thonë se zemra mbështetet në Allahun 24 orë, e trupi punon varësi prej takatit çka e ka. Dhe pika e dytë që duhet ta kemi parasysh është mos mi shëndru sebepet në Zot. Kjo e para, zemra mbështetet në Allahun, trupi punon. Zemra mbështetet në Allahun, trupi punon. S'ka i parë që devion nga kjo cila është
ideja komuniste, ideja materialiste, ideja se na duhet mos me menu shumë për shpirtin. Që ku e ki materialin, që ku e ki punën e ecë për para. Ska mundësi me ecë për para kështu. Andaj komunizmi s'ka ecë për para. Dhe është ranë në temel. Në themelet e veta ka ra. Pse? Se nuk qëndron. Njeri nuk mundet me adhuru fiziku, nuk mundet me adhuru lopën, s'mundet aj me adhuru atë s'ka e nxjerë hajvani prej begatijës. Apo qoftë edhe nëse ky hajvan sot është shëndru në sistem, sot s'ka lopë, po ka fabrik. Andaj ti i shef njerëzit se kur i hapin ato fabrika, e kur i reklamojnë ato, e kur i bojnë marketingje, i bojnë në nivel të Zotit. Se ne kemi arrit majën. Shumë për i tëre në për libret e tëre deklarohen kështu: shekulli 20 dhe 21 e ka shkel feje. Pse thojnë kështu e ka shkel feje? Se dikur njeri insani a munu bismillah me emën Zotit e kështu me ra. Sot s'ka, na me një shtyp me hip në në hanë, me një shtyp me hesmi 300 km në orë, 1000 km në orë. Por se Allahu qënë argumente dhe fakte dhe ju ban me ndije nevojën e Zotit në vazhdimisht. Se nurihim ajatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haq. Thot Allahu xhelle xhelalu, do t'ju çojmë njerëzve argumente në univers. Në univers. Do t'ju çojmë argumente. E ka bën njëri aeroplanin, po i hub kontrolla dhe hub aeroplanin, frik hupi një. Në Indonezi, apo? E pse ata si kontrollues absolut se din ku a? Pse ketë ato mbytën aty çka mbetën? Pse? Sepse njeriu nuk ka kontroll absolut. Njeriu është me zemra dhe shkon zemra dhe shkon. Njeriu me damar e ka dorë Allahu xhel xhelalu. Andaj materialet nuk bëhen Zot. Dhe kjo është ajo s'ka i parë i devijimit në mbështetjen e Allahu xhelalu ala. Tha Allahu vazhdimisht kemi u kallzu njerëzve se Allahu është hak. Dhe libri Muhamedit sallallahu alaihi wasallam e kena nderuar është hak, libri Allahu xhel xhelalu. Andaj s'ka i parë, ekstremi i parë cili është? Ekstremi i parë është puno, lëviz, marri sebepët, leje një herë Zotin, leje mbështetjen e Allahut, leje emrin e Allahut. Ti punon një herë, ti lëviz një herë, ti ndreqe maçinën një herë. Apo? E jo. Ne i themi, një herë rregulloje zemrën me Allahun xhel xhelalu, mësanena ndreqe maçinën, mësanena punoje tokën, mësanena nxjerrë bereqetin. Dhe s'ka i tjetër i kësaj mesatarie cila në zemër. Cila është zemrën me komentu me trup. Kjo s'ka i tjetër tani. Edhe pse ma i rrezikshëm është i këtij komunizmit, i cili e ban Zot lopën, i cili e ban Zot makinën, i cili e ban Zot sistemin, i cili e ban Zot ti parën me pas. Mas parës me zani folna, njerë parën. E ajo nëse të shkon ti 100 vjetë, kështë më ra s'ka problem. S'ka i tjetër, i cili është gjithashtu i rrezikshëm, është s'ka i të cilin ulemat e vjetër e kanë qujt ekstremi dërvishizmit, ekstremi sufizmit. Që do më thonë më konë dërvish? Dërvish do më thonë ti me pretendu se ti je me Zotin, i e eulia, dost i Zotit, miki Allahu xhelle xhelalu, dhe ai ty jetë ti ndron ligjet e kosmosit. Qysh ti ndron? Njerëzit punojnë ti pa punë. Apo? Njerëzit lëvizin ti s'lëviz, këti ki në rregull. Jo, kjo është dërvishizëm. Këta kanë thënë disa prej sahabeve, mos e ban ajzin tan tawakkul. Apo? E as tawakkuli mos e ban ajz. Çka kanë thënë? Ka thonë dembelin tane mos ma shit mua për mbështetje. Njoni është dembel, o portac. I vjen mërzi gotën me kanale me abo me hangër, apo? Andaj sot janë të provue se dembelia është dushkue me të madhe. Sot për shembull në Shtetet Amerikane janë të diskutue se është bë problem dembelia. Se si shteti i forcën kanë prodhu shumë, shtash për shembull gjenerata e re, o mësu me shtypër dhe pullës dhe kanë dembeli të madhe. Andaj provojnë me ja çu bukën dërte lukthi. E na i kena do për para këto. Na kena plot kësi. E kjo është ekstrem tjetër. Kjo ekstremi që i thot, unë jam me Zotin, Allahu më furnizon. Apo? Allahu më furnizon. E Allahu xhelle xhelalu në Kur'an na mësoi dhe Muhamedi sallallahu alaihi wasallam se këto diskaje janë devijume. Cila mesatare? Mesatare është ajo që ka thënë sahabët e pejgamberit alayhi salatu wasalam, zemra jote le të jetë mbështetur në Allahun, ndërsa ti puno çish ka thënë Allahu xhelle xhelalu. Dhe puno në bazë të ligjeve që na i kena njoft. Prej asaj çka e kanë studiuar njerëzit, si punimi tokës, punimi materieve, punimi arit, punimi argjendit, shkollimi, mjekësia, shkencat, ekstremalsat janë eksaktë. Ne me to e dim dunjajën. Ne nuk mundna
me thonë bismillah dhe ty del një ton qumsht, s'ka mundsi. As një ton grun, as një ton me brum, jo, s'ka mundsi. Duhesh me punue, me prit, ka ligje, diçka bëhet verës, diçka bëhet dimët. Këto i kanë studiuar njerëzimi me dhurat Allahu te bareke ve teala. Andaj të nderuar xhamatli, mbështetja në Allahun xhelel xhelal është çështje e madhe. Zemra duhet të mbështetet në Allahun te bareke ve teala në vazhdimsi. Ndërsa njëra prej komenteve të ulemave, njëri prej dietarëve të mëdhtë të muslimanëve, Ibn Qayyim el-Juzeyri, i cili ka jetuar në Damask, ka thënë: ai i cili punon dhe zemra e tij nuk është e mbështetur në Allahun, e ka mbyll kanalin i cili nëpërmjet tina e fiton puna shpirtin e vet. Maje nëse s'ke majt men, maje men qëta. Ti punon, ti angazhohesh, ti zbraz energji. Po ti nëse nuk je i lidh me Zotin, nëse zemra jote nuk e qel kanalin që me i bereqeti Allahut, aty punët e tua janë si gjenaze. A keni pa njeri që shtutet për gjenazeve? Gjenaze babe ka pas, tutet më sani për babes vet. Pse? A keni pa dhe njeri ka thonë masi të vdese se gjenazën për mojnë atë shpia dhe një 2 vjet ta heki mallin? Jo, ma shpejt ta shtish mvor. E atë ditën e kiametit, çdo punë që nuk është frymzu, s'ka marr shpirt bereqet për Allahu te bareke ve teala, ajo punë quhet shirk në gjuhën e şeriatit. Ka thënë pejgamberi jon alayhi salatu selam, ka thënë Allahu te bareke ve teala, kush mban shirk në punët e tina, unë e la ata. E lutem Allahun që Allahu t'i drejton zemrat tona. Ti ban zemrat tona me u mbështet veç Allahu xhelel xhelalu. Na mundson Allahu te bareke ve teala me harmonizue, që kanë harmonizuar sahabës në mes të punës me ligjet e Zotit dhe njohjes së Allahut te bareke ve teala.